diçka fantastike, që po na bën me lviz, që po na bën me uqu për gjumit, si për 40 vjeçit jena të partë në Shqipëni që e kena bën. Është një kënaqësi, fjalë kur I shohim shokët edhe të OSHE-s, të bashkisë, të atimeve, të gjitha që janë diçka fantastike. Shoqata jonë u angazhu shumë me fjalë për këtë. Dhe them që edhe pa na kërkojnë edhe të tjera me fjalë, që them që ndoshta sezonin tjetër ka me pas ndoshta edhe 4-5 ekipe tjera. Jemi të kënaqur që edhe herë ish futbollistat, por edhe ish lojtarë që punojnë për institucionet tjera bashkohemi në këtë event dhe them drejtën faleminderit nga Federata Shqiptare e Futbollit dhe shoqata e futbollit që organizuan organizimin që bën sot dhe këtë vit në Shkodër. E para do thotë filloi në Shkodër ky aktivitet dhe mendojmë që vitin tjetër të organizohet një rend kombëtar. Po shpresojmë që ky kampionat vitin tjetër bëhet jo vetëm në Shkodër, por në gjithë Shqipërinë. Do t'i falenderoj shoqatën e Shkodrës, në kryej Loaz Mati dhe të madh Vishen Zmijani, që e bën të mujtën. Kjo është aktivitet jashtëzakonisht I bukur, ku marrin pjesë të gjitha shtresat e qytetit Shkodrës. Kënaqësi, sepse në periudhën e dimrit normalisht nuk I kushtoj më shumë sportit, sepse koha është më e gjatë dhe jena shumë të kënaqur që marrim pjesë këtë aktivitet. Shumë kënaqësi me lujt me figura më të mëdha, me lujt me sportistë të vllaznisë, me doktor, profesor e shumë njerëz që I kanë dhënë futbollit qytetit tonë. Sinqerisht I përgëzoj nga ana ime, nga ana gjithë njerëzve që rrin futbollit për këtë iniciativë jashtëzakonisht madhe dhe shpresoj që vitin tjetër të hapet sa më shumë, të marrin pjesë shumë edhe aktivitete tjera. Pasioni I joni I ka hershëm, që krahas profesionit tonë, ne kemi edhe hobin e lojrave të futbollit, tenisit, padellit, e tjerë dhe kemi një traditë në këtë fushë, pashtë kemi vite që organizojmë dhe promovojmë për jetën e shnetshme dhe pjesën e masdites, duke organizu neshje nëpërmjet punojësve spitalit dhe me gjëra. Përveç se socializimi që kemi njëri me tjetrin, është promovimi I aktivitetit fizik, që është gjaja më e mirë e mundshme, dhe tjetër shpresoj që të zgjerohet edhe më tepër në vitet e ardhshme dhe unë komplimentoj edhe federatën dhe gjithë organizatorët, me thënë drejtën shumë korrekt, shumë serioz dhe I uroj të fitojnë më I miri. Mendoj që ky kampionat që po zhvillohet nga Shoqata Rajonale e Futbollit në Shkodër për ato që janë mbi 40 vjeç, besoj që është një nxjetje e kësaj shoqate për të angazhuar njerëzit të cilët natyrisht ndoshta e kanë lënë futbollin, por edhe ato pasionantë të sportit të futbollit, të cilët për disa javësh janë angazhuar në këtë kampionat dhe besoj që gjërat po shkojnë bukur. Ajo çfarë më kënaq është që shoh një dëshirë të madhe të gjithë ekipeve për të përfaqësuar sa më dinjësisht. Kuptohet që ka nga ato që duan rezultatin, por e rëndësishme në këtë kampionat besoj që është pjesëmarrja e atyre njerëzve të cilët e duan futbollin dhe besoj që nuk duhet heqen dorë kollaj nga ky sport shumë I bukur.